Një puthje ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother Albania V5 e sigurisht mes dy personazheve që nëse do të shikojmë në sytë e publikut, janë dy personazhe që nuk pëlqen për të gjithë lojën që kanë bërë, për të gjithë veprimet, për të gjithë fjalët, e mbi të gjitha atë që e kanë marrë nga përputhen dhe po e bëjnë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Fjalën e kam për Kesin dhe Inën, që kanë shkëmbyer një puthje si qenë të rrugëve. E sigurisht që është komentuar pasi e kemi dhe nga ana tjetër Kesin i cili i thot Stelinës të qërë. Nga ana tjetër thot mut kamera e mikrofona, pra e ka këtë pjesën e rrugacit dhe ka të treguar e mira dhe e keqja ti është që është një format si Big Brother ku çdo gjë komentohet dhe çdo gjë qarkullon në rrjetet sociale, siç ka qarkulluar fraza që ju shpreh Stelinës për familjen me të qërë. Padyshim që këto gjëra nuk pëlqehen, edhe pse ndoshta në përditshmërinë tonë mund të na rrëshkasi goja dhe e themi, por kur jemi në një format si Big Brother, lupa e zmadhimit është e madhe dhe çdo gjë do të komentohet dhe nuk do të pëlqehet. Sa kaq nuk kam se çfarë të komentoj më shumë në këtë puthje, në këtë lidhje, pasi ishte Kesi ai që disa prajme më parë i bëri një surprizë Stelinës, e ndërkohë kur kjo nuk ja dha shansin, pra i ktheu bryllat, ky gjeti një leck për të pastruar lojën e tij dhe ka gjetur tenxhere kapakun, siç u shpreh dhe Arber Hajdari për këtë raport që ka Kesi dhe Ina, dhe është një fatkeqësi që të rinj që kanë ëndër ekranin e shikojnë si një lloj trampoline për të shkëmbyer direkt puthje, për të pasur flirte, për të pasur një lloj raporti ku mbaron Big Brotheri, të bën lala të fala se as nuk njihen dhe as nuk i vijojnë më këtë situatë. Edhe publiku është mësuar dhe nuk i bërë më përshtypje, prandaj është dhe ky reagim kaq i fortë këtë herë nga ana e publikut që nuk e besojnë në mënyrë kategorike të gjithë këtë situatën që po ndodh midis Kesit dhe Inës. Tani do të ndalem tek një pjesë tjetër me atë që publiku do që të ketë një lloj lidhje, pse jo, që të ketë një lloj romance, e fjalën e kam për Brikenën dhe Mateon, të cilët mbrëmjen e djeshme kishin gati 2 orë një darkë e cila më së shumti në sytë e mi ishte miqësore. Në shumicën e kohës Brikena konsumonte ushqim, i thoshte her pas here Mateos që ushqeu, ky i fundit u shprehte i emocionuar, kam një ndjesi ngërçi, tha me ty e nuk e kam me banorët e tjerë, ndërkohë që Brikena ka qenë shumë e ftohtë në të gjithë darkën, edhe pse mundohen këto edits video në rrjetet sociale për të sjellë në sytë e publikut më shumë romancë dhe më shumë teledram, por deri më tani Brikena është e ftohtë dhe Mateo vijon ende atë për cilën është futur në Big Brother ta mbaj të fortë, për ta mbaj pozicionimin e tij dhe të jetë ai djali romantik, ai djali ëmbël, ai djali sweet në raport me Brikenën. Edhe pse ishte një darkë miqësore, tani para ditën e sotme në shtëpi Brikena tha se për momentin nuk kam ndjesi për Mateon, e kjo për momentin është kapur dhe është komentuar si një lloj goje që mund të bëj produksioni për të pasur këtë çiftin që po pëlqet nga publiku për të krijuar pra midis Brikenës dhe Mateos. Nuk e dim nëse Brikena ka dikë jashtë, ajo është shumë hermetike në jetën e saj, ka deklaruar shpeshherë dhe e mban të njëjtin variant që nuk ka pasur të dashur në jetë, dhe kjo gjë me sa duket do të vijojë deri në një moment që Brikena do ta shikojë të arsyeshme për ta çliruar veten dhe ndoshta për të parë, për të pasur ose për ta shijuar ndoshta në një tjetër formë edhe të mos ketë këtë sikletin familjar që ajo ka, që është e tregueshme dhe është e mirëkuptueshme. Është e kuptueshme që nuk ka një feeling, nuk ka një connection të dyve, pra është e njëanshme, flisin për gjëra të ndryshme që interesojnë në jetë dhe jo që të ndërlidhen. Brikena edhe Mateo kanë një të përbashkët që kanë Juelen aty mike, edhe rrëfimet e tyre ja besojnë asaj ndjesit, mbetet për të parë nëse do të kemi këtë zhvillimin që publiku e komenton në rrjetet sociale dhe këto video edit e kërkojnë të kemi një çift pra midis Mateos dhe Brikenës. E sa i takon hyrjes së re, Rogerti është bërë alla një Versello si edicioni i shkuar, përveçse për këtë vit ai është në përmasa XX large dhe padyshim që ka sulmuar banorët, qoftë me informacione nga jashtë, qoftë me situata të tjera. E lëndoi Selin ku i tha nëse do të isha unë vllai jot nuk do të pranoja në shtëpi, dhe Selin nga ana tjetër e ka kuptuar hashiqare që nuk pëlqet raporti që ajo ka me Mirin jashtë, dhe këtë gjë ja ka thënë Kunata her pas here,
ja tha dhe në Prime, por ajo i e shprehur Gretës që unë e kam loj me mirin, tani kur ja tha Rogerti, pse e ktheu në një lloj lëndimi, pse u mërzit, kundërkohë thot vetë e kam loj, kur ja thot dikush tjetër që nuk është i afër, pra krahasimi që bëri kur ja thot Greta dhe kur ja tha Rogerti është i ndryshëm dhe lë të kuptosh që ndoshta thellë ajo e vuan faktin që mund të paragjykohet jashtë edhe mund të shihet në një tjetër sy e gjithë loja që e ka me mirin, por mbetet për të parë deri ku do të shkoj, se e kemi parë dhe Selin që ka një loja afrimiteti me Mateo, nuk zua në mënyrë të jashtëzakonshme hona ajër kur ajo rikthye të shtunën, e ndërkohë Miri mbetjet e dera, u bë virale ajo videoja duke rënë me kokë derës. Këto janë zhvillimet më kryesore në shtëpinë e Big Brother Albania V5. Komentoni si keni parë këto situata dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit Koha Jon në YouTube.